mbrëm në statusin tim, kisha deklaruar që do paraqitesha pranë KLG-s, pasi kam depozituar një kërkesë për të më vënë dispozicion, qoftë parashtrimet e gjyqtares me 3 mbiemra, që tashmë rezulton e dënuar në shtetin grek, dënim të cilin e ka mohuar në vimësi, qoftë gjatë procesit të vetingut, po qoftë edhe në momentin që u bë publike nga Partia Demokratike, kryetari i saj dhe media, dhe nga ana tjetër kam kërkuar që të më vijë në dispozicion edhe rezultatet e hetimit të thelluar të prokurorisë së përgjithshme. Si person i cili jam iniciator i këtij hetimi të thelluar, kam paraqitur edhe relacionin në lidhje me gjithë shkeljet që bashkëngjitur provat vërtetojnë katërcipërisht jo vetëm akuzat dhe denoncimet tona vijuse, por edhe rastin më flagrant të mos përputhmërisht të kërkesave të ligjit dhe me faktin e qenies së kësaj gjyqtareje me 3 mbiemra në sistemin e drejtësisë.